fushate. Pak para përfundimit të afatit, kur lypën kokrat elektorale për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia njoftoi se vendi ka depo qendrore moderne të barnave. Madje veç disa orë para këtij postimi, Vitia u lavdërua edhe për transformimin e njësisë koronare në spitalin e Prizrenit e për investimet në spitalin e Gjakovës. Keq nuk i ala as ditët e para të fushatës, kur u mbor me investimet në spitalin e Mitrovicës, si dhe për shërbimet e aparaturat e reja në QKUK. Megjithatë, publikimi i 9 punëve të ndryshme në gati 10 ditë po konsiderohet si pure politik. Këto postimet e fundit që po i bën ministri Vitia në rrjetet sociale, sigurisht se janë në kuadër të fushatës. Madje për një ish-ministër të shëndetësisë, veprimet e Vitis janë tendencioze. Krejt që ka kemi pa këtyre ditëve të fushatës, shihet pa aftësia qeverise, po kjo është puna më e mirë që din këta ta bëjnë, propagandën dhe vetëm propagandën. Andaj kush pëson këtu, pëson pacienti dhe pëson qytetari. Një gazetar që merret me çështje të shëndetësisë ngrej dyshimet nëse pas fushatës investimet do të jenë funksionale. Ka disa raste kur disa prej investimeve të reja që bën në QKUK nuk fillojnë së zbatuarin, nuk fillojnë së shërbyjeri qytetarëve dhe pacientëve aty për aty. Pra ka, si më thanë, vonesa dhe neglizhenca prej zyrtarëve të ndryshëm. Në ditën e parë të fushatës, Arben Vitia bashkë me Albin Kurtin pruruan edhe bunkerin e ri në onkologjinë e QKUK-s, anise puna ende nuk pati përfunduar. Kryeministër, pse pikërisht sot në ditën e parë të fushatës e keni lënë me bë prurimin e këtij akseleratorit?